320 milion lek investim I Bashkisë për përmirësimin e dy rrugëve Hysni Gorovelli dhe Athina Dimitri në lagjen 18 tetori kanë shkuar dëm. Punimet e nisura në nëntor të vitit 2025 kanë mbetur në vend prej 25 dhjetorit të vitit të shkuar, ndonse investimi duhet të përfundonte brenda 5 muajve dhe banorët janë të shqetësuar për këtë situatë. Kanalizime të mbetura të hapura me aromë të keqe, puseta të pambyllura që përbëjnë rrezik për jetën e kujdo sidomos fëmijëve, si dhe avllit të shembura të mbetura hapur ku mund të hyjë kushdo në banesa. S'dim që të flasim anë, ne vetëm duhet na bëhet rruga. E nisin e më mirë ishim pa rrugë se sa me rrugë. Kompletër, se ujët e zeza janë letër në ne, këtu tani janë hapur. Nga 27 dhjetori. E deri tani. Që shef, nuk ka nevojë fare për tregon vetë ajo rruga. Ç'do do. Ma keq nuk ka ku shkoj më. Po bën 5 muaj, që me 25 dhjetor. Jo ndërprer punimet dhe ka humb firma. Pushetat të hapur, çdo gjë për tokë, dhe kanalet janë ujërat e zeza janë sipërfaqe. Kom që ke rajoni dhe ke bashkia që do vim, se kur zoti që lartë. Për situatën e krijuar në këto dy rrugë ka reaguar dhe sekretari politik I Partisë Demokratike Lushnjë, njëherazi dhe kryetari grupit të Këshillit të Opozitës në Këshillin Bashkiak Lushnjë Klement Çela, I cili kërkon nga autoritetet vendore të mbyllet sa më shpejt ky investim që po financohet me parat e taksapaguesve lushnjar. Po, me kërkesë të banorëve të lagjes Saravë, kam ardhur këtu për të verifikuar në vend punimet që janë punime fantazm dhe që nuk janë punime dhe që nuk po punohet në rrugën e kësaj lagje. Këtu, siç shikohet, tabela e punimeve e vërteton çdo gjë. Rruga që tashmë duhet kishte përfunduar, jo vetëm që s'ka përfunduar, por janë ndërprer punimet që në dhjetor. Banorët shqetësohen dhe me të drejtë nga shqetësimet e tyre sepse siç edhe ata thonë, rruga ishte më mirë përpara pa u ndërhyrë se sa tani, sepse tani përballen me pusetat hapura, me ujërat zeza sheshit, por edhe me muret e shtëpive tyre që janë të hapura dhe për rrjedhoj I duhet që mos ta kenë shtëpinë e mbyllur asnjëherë. Kështu që unë erdha këtu, siç edhe ju e konstatoni dhe duket vetë, flasin vetë faktet dhe le të shpresoj që nga këtu t'i bëj thirrje Bashkisë Lushnjë që të zbatoj dhe të kërkoj llogari rreth projekteve që ajo kërkon të vërnë zbatim për qytetarët, t'i zbatojnë kohë dhe me cilësinë siç janë në projekt. Kështu që sa më parë të rifillojnë punimet dhe t'i rifillojë normaliteti dhe këtyre banorëve. Siç e tregon dhe tabela, nuk është një investim I vogël, është një goxha investim që me të drejtë duhet I vinte këtyre banorëve, por ja që rruga ka ngel rrugës. E pyetur për këtë problem, kryetaria e Bashkisë Sefa konfirmon se ndalimi I punimeve ka ndodhur për shkak se ndërmarrja ujësjellës kanalizime ende nuk ka gjetur kuotat e shkarkimit të kanalizimeve të ujrave të zeza për banesat e këtyre dy rrugëve që po kryhet investimi. Nga ujësjellës kanalizime Lushnjë shprehen se kuotat e derdhjes së kanalizimeve duhet të ishin parashikuar në projekt dhe jo të kërkohen